Pastaj nga ana tjetër, se kanë përgjegjësi dhe avokatët po flasim për vonesat, kanë përgjegjësi dhe avokatët e Pandeurit. E di pse një pjesë e mirë I zvarisi vetë avokatët çështjet. E di këtë apo? Për fituar kohë, nuk është strategji mbrojtje. Është strategji pra. Nuk është Shqipëria, je limituar në strategjitë e tua për të zvaritur çështjen sepse ke një gjyqtar I cili të cakton dhe një avokat kryesisht për bri, dhe thotë zvaritë sa duash çështjen, do flasi kryesisht në një moment caktuar. Dhe nuk të pres për te një afati të caktuar. Unë e shoh nga jashtë, dhe shoh shumë raste që zvariten nga vetë Pandeurit. Zvarit, ndoshta për të fituar këto afatet, ë? Sa do fitosh me afatet tjetra? Po ndodh pra, ky është një fenomen që po ndodh. Kush ka interes që të acarojë një gjyqtar dhe ta ketë kundra. Pra ka limite deri ku mund shkosh me këto lloj strategjish. Por gjithmonë ka një arsye bazike pse e kërkon shtesën. Të lutem. E afatit. Është për shembull, marrim procesin e sotëm. Ç'është Partizani? E disa muaj është zvaritur ajo? Vetëm seanca paraprake. Do shkonda apo jo në gjyq themeli zvaritur mbi 7-8 muaj. Është normale kjo? Tani unë jam rekordmeni kësaj se jam një vit e capo. Pikërisht ja. Edhe rasti Beqej kur. Por do të them diçka. Me standardin në pushteti them unë. Ky është problemi juaj me gjykatën në këtë rast. Unë po e gjykoj këtë që po thua me standardin e GDN-s. Ka vendimet e GDN-s që thonë një avokat nuk mund të konspektoj, studioj, se jo vetëm të lexoj, më shumë se 130 faqe në ditë. Tani, nëse ti më sjell një dosje, 620 ka sterilizimi. Fashikuj, her 500, një fashikull, shë pa mundur. Ose do bësh si kur ke lexuar, ose do bësh si kur ke ofruar mbrojtje, do bësh si kur kuptove akuzën. Kam një pyetje këtu, se është kuriozitet, gazetares besoj, më shumë. Qa kanë këto fashikujt? Qa kanë kaj shumë? Se kam përshtypjen për të zbuluar një vepër penale, duan, nuk e di, 10 faqe, 20 faqe maksimumi, nuk e di, qa pyetje, pa asnjë lloj dashakejësie. Jo gjithçka. Qa është aty? Qa është shkruar aty? Jo gjithçka. Ska rastisur ndonjëherë ta shoh një. Dhe ka lidhje me akuzën. Por kjo o bëhet për të intimiduar, o bëhet për të dëmë faturën 9 milion lek për këto fotokopjet e cëkënor që s'kishin lidhje me çështjen, ose për të shtyrë ty që në fillim, që kur shikon një dhomë, sa është dhomë me dosje, të thuash gjykim shkurtuar që në fillim, që edhe ti mos t'i futesh ati mali me lexime, dhe ti të bindesh që... Tu dalin të shqetësimi Endri. Këtë shqetësim duhet të zauroj prokuroria, besoj. S'ka punë pushteti këtu apo jo? Jo. Nëse I dosi shkon më e holl apo shkon më e trash. Unë po flisja për tjetër gjë, po flisja për faktin që janë të mbingarkuar dhe gjykatës dhe prokurorit me Sënimi drejtave të njeriut të imbë ngarkuar nuk tolerohet. Jo. Do gjejmë një variant tjetër. Po pra, dhe ato faqe që lexon avokati ka, por ai prokurori ka, apo jo? Siç e I është dashur dhe ati koti bëj. Siç e keti edhe ato 130 faqe dhe një gjykatës nuk mund bëjë më shumë se 10 seanca në ditë. Por nëse ai ka 500 dosje për të trajtuar, normalisht dosjes tënde do I vi koha. Do t'jap një përgjigje me batut. Nëse ti prodhon një dosje me 200 fashikuj, minimalisht 200, pa tu janë 200, 400, 500, shumë voluminoze. Dhe këte e ke seri. Normalisht, ti duhet t'jesh me syze, që nga dosja e parë. Po si ka mundësi që ke kaluar gjithë të vite, vetëm po sjell 200, 300 dhe nuk e vën akoma syze. Mirë prokurori që I ka prodhuar, pas gjyqtari që I lexoi. Dhe vetëm që po vën syze dhe po ndrojmë numrin e syze janë avokatë. Kam përshtypjen që është diçka më pra fakti që drejtësia nuk është më e aksesueshme dhe është e vënuar në këtë moment personalisht më duket si më tepër si një dëshirë, si një dizajn I politikës që ta mbaj, pra të ketë mundësi të shkoj sa më shumë. Kjo pra që të kthehen nga të akuzuar në viktima më pas. Ka pasur zgjidhje plot. Nëse ke numër të vogël gjykatëse dhe thua ti ka magjistraturën, siç ka pasur, po themi, rasti që u bën në 92-shin, ajo e plepave, pra që për 6 muaj u bën gjykatës, pra me atë, ti për fat mirë nuk je në ato kushte, ke plot njerëz që kanë mbaruar juridikun me 10.000, kam bërë dhe master të tjeret, mund të kishe bërë një provim, siç ka qenë dikur provimi I avokaturës, dhe mund të kishe futur numrin e gjykatës dhe I kishe rritur për një herë. E kupton? Por nuk duan që ta bëjnë këtë gjë. Për të rritur numrin e gjykatës. Asnjë ndërkombëtar se ka rekomanduar këtë proces. Kjo do të cënonte cilësinë në mënyrë të tmerrshme. Po pra, se ti s'mundi thuarcave që shko, bëj shkollë, kaloj ato kriteret. Cilësia e gjykatës tani, me që për mua shkolla administraturës është thjesht një filter politik, sepse nuk ka pik diference në juridik, penale, civile, administrative,
kodet dhe kodet e procedurave. Ka që janë, nuk ka më tepër juridiku. Nuk mund ta konsideroj kështu, se ne kemi pra që posa kemi gjyqtar që avokatët i thonë i filan pushteti apo filan pushteti do të thotë që shkolla e magjistraturës nuk bën dallime të tilla. Dikush i cili ka qenë me pesa në shkollë, sa do shkollë që të bëj prap me pesa është pra problemi ne nuk e kemi. Po ti me pesa nuk shkondohet te shkolla e magjistraturës pra. Shkolla e magjistraturës me pesa. Shkolla e magjistraturës është një filter më tepër i vendosur kot për mendimin tim për të krijuar kapin e gjykatëve. Nuk ka lidhje. Ka ekzistuar para reformës shkollës magjistraturës. Po, pikërisht pra, po ata që shkonin aty, shkonin me rekomandime në dikush. Dhe problemi i shkollës magjistraturës është një, për mendimin tim, nuk duhet, as shkolla magjistraturës, as ajo që u bë një vit për avokatët, sepse ka qenë dikur thjesht me një provim thjesht e merrje licencën e avokatit, ke shumë mundësi në botë, në cilat ti mund të bëhesh kalon atë provimin e atë që quhet provimi shtetëror, dhe ti mund të marrësh licencë për avokat apo licencën për të bërë gjykatës, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani dhe me shkolla dhe prapë kemi 100 vërejtje për gjykatë. Jo, shiko, problemi në Shqipëri kemi të fakti që ne kemi numër jashtëzakonisht të vogël gjykatësh. Dhe ky është problem jashtëzakonisht i madh për Shqipërinë, sepse ky numër shumë i vogël do të sjellë vonesat jashtëzakonshme. Tani gjykata e apelit është duke shqyrtuar doset e shumë viteve përpara, 2017-ës, 2018-ës. Jam shumë dakord. Nuk bën sens. Nuk ka sens. Kur do këta njerëz, kur do e marrin? Po pra, po bërë reforma për ta bërë më mirë ta fani. Çështja është që edhe kur flasim për reformën, mjaftojmë vetëm te SPAK-u. Po reforma, edhe fakti që ti në fakt SPAK-u ka pjesë më të vogël. Ti po lëm, po SPAK-u, ne përqendrohemi te SPAK-u, po Kërdia po bëhet në krahun tjetër. Jam shumë dakord. Fakti që ti ke një numër jashtëzakonisht të vogël gjykatësh për banor. Po flas për banor, për normat që janë në Evropë. Pra, në qoftë se në Evropë është 2, ne kemi 1.